Selemeja. A i di kush është Selemeja? Sa i përket babait të saj, ai është njëri prej zotërinjve të Mahzumive të njohur dhe njëri prej bujarëve të rrallë arab. Ai quhej furnizuesi kalorsve, sepse udhëtarët nuk i lindte të furnizoheshin vetë nëse ja mësynin shtëpive të tyre apo shkonin në shoqërinë e tij. Burri i saj është Abdullah ibn Abdul Esedi, një prej 10 të parëve që ka pranuar fenë islame. Para tij fenë islame e kishte pranuar Ebu Bekri dhe një grup i vogël që nuk arrinte numrin e gishtrinjve të dy duarve. Emri i saj është Hind, mirë pa ajo më vonë mori ofiqin Seleme dhe u bë e njohur me këtë emër. Selemeja e pranoi fenë islame së bashku me burrin e saj, kështu që dhe ajo pati nderin të jetë prej muslimanëve të parë. Po sa u përhap lajmi se Seleme dhe burri i saj e kanë pranuar fenë islame, kurejshitët u ngritën në këmbë dhe filluan t'i keqtrajtojnë dhe t'i torturojnë me të gjitha mjetet në disponim. Mirë po ata i përballuan të gjitha torturat dhe nuk u përullën. Mirë po, kur torturat dhe mendimet u bën të padurueshme, dhe atëherë kur pejgamberi alayhis salam i lejoi sahabëve të vet të shpërngulen në Abisini, ata të dy ishin në krye të muhaxhirëve. Selemeja, së bashku me burrin e saj, shkojnë në një vend të huaj, duke lënë në Mekë shtëpinë e saj të bukur, tërë pasurinë që kishte dhe parefisin e saj, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu dhe duke llogaritur në shpërblimin e tij. Edhe pse Selemeja dhe muslimanët ishin në mbrojtjen e Nexhashiut, Allahu ja shndrift fytyrën e tij në xhenet, mirëpëmalli për Mekën, djepin e shpalljes, si dhe dashuria për të dërguarin e Allahut, burimin e udhëzimit, ja përvëllonte zemrën e saj dhe të burrit të saj. Në Abisini kishin arritur lajmet se numri muslimanëve në Mekë ishte rritur dhe pranimi i islamit nga ana e Hamza ibn Abdul Mutalibit dhe Omer ibn Latabit i kishte forcuar radhët e tyre dhe persekutimet e kurejshitëve ishin paksuar. Kjo bëri që një numër i muhaxhirëve të kthehet në Mekë nga malli dhe dashuria për vendin e lindjes. Në mesin e tyre ishin Selemeja dhe burri i saj. Mirëpo, me të kthyer në Mekë, muhaxhirët u zhgënjyen dhe kuptuan se lajmet që u kishin arritur në Abisini nuk ishin qenë të vërteta. Me kalimin e Hamzës dhe Omerit në fenë islame, kurejshitët vetëm kishin shtuar edhe më shumë reprezalit e tyre ndaj muslimanëve. Pabesimtarët shpikën lloj-lloj metodash për torturimin e muslimanëve, kështu që ata përjetuan vuajtje të papërshkrueshme. Kështu pejgamberi alayhis salam u lejoi sahabëve të tij të shpërngulen për në Medinë. Selemeja dhe burri i saj vendosën të jenë prej muhaxhirëve të parë për të shpëtuar fenë e tyre dhe për të shpëtuar torturave të kurejshitëve. Mirë po kësaj radhe, shpërngulja e Selemes dhe e burrit të saj nuk do të kalojë lehtë, ashtu siç e kishin menduar. Por ajo ishte e vështirë dhe e hidhur edhe pas vetes la një tragjedi, para së cilës çdo tragjedi tjetër është e lehtë. Po ja japim fjalën Selemes të na rrëfej për tragjedinë e saj. Ndjenjat e saj janë më të thella dhe më të fuqishme, dhe përshkrimi i saj është më i hollësishëm dhe më i plot. Selemeja rrëfen dhe thotë: Pasi Ebu Selemeja vendosi të shkojmë në Medinë, përgatiti për mua një deve, më hypi në të e në prehrin tim vendosi fëmijën tonë, Selemen. Pastaj u nis dhe e kapi deven për dore, duke mos i shkuar mendje për asgjë. Para se të dilnin prej Mekës, në pan disa njerëz të fisit Benu Mahzum. Në dolën përpara dhe Ebu Selemes si thanë: Nëse nuk na ke pyetur për veten tënde, a thua çka je duke bërë me gruan tënde? Ajo është bia jon. A mendon se ne do të lejojmë ta marrësh atë prej nesh e të shkosh me të ka të duash? Pastaj u përsulën atij. Mua më zbritën me dhunë prej deves dhe më morën me vete. Po sa i pan ata, njerëzit e fisit të burrit tim, Beni Abdul Esed, duke më marrë me dhunë, mua dhe fëmijën tim, u hidhëruan për së tepërmi dhe thanë: Jo, për Zotin, nuk u lejojmë që djalin ton ta marrë bia juaj, pasi ju ja morët me forcë vëllai ton. Ai është fëmia ynë dhe ne kemi të drejtën në të. Nisën të tërheqin fëmijën tim, Selemen, para meje të dy palët, derisa ja nxorën dorën dhe e morën djalin me vete. Për një çast e gjeta veten të vetmuar, pas kë. Burri im u nis në drejtim të Medinës, duke ikur për të shpëtuar fendeve të veten, kurse djalin tim e rrëmbye njerëzit e Benu Abdul Esedit para duarve të mia të coptuara dhe të sakatosura. Mua më morën njerëzit e fisit Benu Mahzum dhe më dërguan në shtëpitë e tyre. Kështu që për një çast
mbeta pa burr dhe pa birin tim. Prej asaj dite, çdo mëngjes dilja në shkretë të tjerë dhe ulesha në vendin ku më kishte ndodhur tragjedia. Rikujtoja momentet e ndarjes nga burri dhe biri im, dhe ashtu vazhdoja të qaja derisa binte terri i natës. Në këtë mënyrë vazhdoi jeta ime një vit, apo afërsisht një vit, derisa një ditë kaloi një prej kushërimëve të mi, të cilit i erdhi keq për gjendjen time, dhe u tha njerëzve të fisit tim: "Përse nuk e lironi këtë të mirë? Si e keni ndarë atë prej burrit dhe birit të saj?" Ende kishte në mesin e njerëzve të fisit tim që ndjenin dhembje për atë që më kishte ndodhur mua dhe më thanë: "Je e lirë ti bashkëngjitesh burrit tënd, nëse dëshiron. Mirë po, si ti bashkëngjiten burrit tim në Medinë ta lë djalin tim, pjesën e zemrës time në Mekë, te Benu Abdul Esedi. Si mund të qetësohet dhimbja ime apo të thahen sytë e mi, kur të shkoj në Medinë dhe biri im i vogël të mbetet në Mekë e unë të mos di asgjë për të?" Disa njerëz të mirë ndjen dhembjen time dhe mallin tim. Shkuan te njerëzit e Benu Abdul Esedit dhe u folën atyre rreth çështjes time, dhe ata ma kthyen birin tim, Selemen. Nuk desha të vonohem në Mekë, që të gjej ndonjë njeri me të cilin do të udhtoja, sepse kisha frikë se mos po më ndodh në një gjë e papritur e më pengon të bashkëngjiten burrit tim. Pastaj fillova të përgatis devën time. E vendosa djalin tim në preher dhe u nisa në drejtim të Medinës. Dëshiroja t'i bashkëngjitesha burrit tim, e me mua nuk ishte askush përveç Allahut Madhërisëm. Po sa arrita në Tenim, takova Uthman ibn Tahlan, i cili më pyeti: "Për ku ja ke mësyer, o ju udhtore?" Ju përgjigja: "Në Medinë, te burri im." Më pyeti: "Nuk është askush me ty?" Ju përgjigja: "Jo, për Zotin, me mua nuk është askush, përveç Allahut dhe fëmijës tim të vogël." Atëherë më tha: "Betohem në Allahun se nuk do të lë vetëm, derisa të mbërrish në Medinë." Pastaj e kapi devën për dorë dhe u nis me mua. Selemja pastaj shton e thot: "Betohem në Allahun se nuk kam shoqëruar kur njeri prej arabëve më të ndershëm se ai." Kur arrinte në ndonjë vend pushimi, e ndalte devën time, shkonte mbrapa derisa zbrisja prej saj. Pastaj e çonte në hijen e ndonjë peme, e lidhte, shkonte larg mejet e një pemë tjetër dhe shtrihej për të pushuar në hijen e saj. Kur e froi koha e nisjes, shkonte te deveja ime, e përgatiste dhe sillte para meje. Pastaj shkonte pak mbrapa dhe thoshte: "Hip." Po sa hipa dhe rregullohesha mbi deve, vinte e kapte devën për freri dhe nisej. Kështu vazhdoi të veproj me mua për çdo ditë, derisa arritëm në Medinë. Pasi e pa fshatin Kuba, ku banonin fisi Benu Amr ibn Avf, tha: "Burri yt është në këtë fshat. Hy në të me bekimin e Allahut." E ju kthye për në Mekë. U bashkua familja ime pas një ndarjeje të gjatë. U çmallën sytë e Umi Selemes me burrin e saj. Ebu Selemja u gëzua pa mas për të birin dhe gruan e tij. Pastaj nisën të zhvillohen ngjarjet me një shpejtësi të paparashikueshme. Ndodhi betejë e Bedrit, në të cilën mori pjesë Ebu Seleme, i cili kthehet prej saj me muslimanët e tjerë pas një fitoreje bindse. Pastaj pason betejë e Uhudit, në të cilën tregon heroizëm të jashtëzakonshëm. Mirëpo, ai kthehet prej saj i plagosur me plagë të rënda. Vazhdoi të shërohet, saqë ju duk se plaga ishte shëruar. Mirëpo, ai për mirësim ishte vetëm si përfaqësor. Pas pak kohë plaga nisi të hapet, gjë që e detyroi Ebu Selemen të mbetet në shtrat. Në kohën kur Ebu Selemja ishte i sëmur në shtrat duke mjekuar plagët e tij, ju drejtua gruas së vet dhe i tha: "O Umu Seleme, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi selam duke thënë: Ati që i ndodh ndonjë fatkeqësi e kthehet tek Allahu me fjalët: Ne të Zotit jemi dhe te Zoti do të kthehemi." Dhe i lutet krijuesi duke thënë: "O Zoti im, te ti kërkoj shpërblim për këtë fatkeqësi timen. O Zoti im, më jep tjetër më të mirë se kjo." Atëherë nuk ka dyshim se Allahu do t'i jap atij. Ebu Selimi qëndroi disa ditë i sëmur në shtratin e tij. Në një mëngjes erdhi pejgamberi alayhis salam ta vizitoi. Por sa përfundoi vizitën dhe ende pa dalë prej derës së shtëpisë, Ebu Selemi u nda nga kjo jetë. Kështu që pejgamberi alayhis salam me dy duart e tij fisnike ja mbylli syt sahabit të vet. Pastaj çoi duart lart dhe tha: "O Zoti im, fale Ebu Selemen dhe lartësoje gradën e tij në mesin e të dashurve të tu. Trashëgoje atë me pasardhës të mirë."
Fal në neve të atë, o krijuesi botëve, zgjeroje dhe ndriçoje varrin e tij. Umu Seleme si u kujtua se çka i kishte transmetuar Ebu Selemeja nga i dërguari i Allahut dhe tha: O Zoti im, prej teje kërkoj shpërblim për këtë fatkeqësi timen. Ajo ishte mjaftuar vetëm me kaqe, nuk kishte thënë: O Zoti im, më zvendëso në këtë fatkeqësi timen me atë çka është më e mirë se kjo. Këtë e kishte bërë për arsyen se ajo i bënte pyetje vetes se kush mund të jetë më i mirë për të se Ebu Selemja. Mirë po nuk shkoi pak kohë dhe ajo e plotësoi lutjen. Muslimanët u pikëlluan për fatkeqësinë e Ummi Selemes, ashtu siç nuk u pikëlluan për asnjë fatkeqësi të mëparshme që u kishte ndodhur atyre. Për këtë, edhe e quajtën Ejimil Arab, apo gruaja e cila humbi burrin e saj, e veja e arabëve. Ummu Selemja nuk ishte në Medinë asnjë prej të afërmve të saj, përveç fëmijëve të saj të vegjël. Si muhaxhirët ashtu dhe ensarët e ndjenin se ishte obligimi i tyre të dilnin në ndihmë Ummu Selemes, posa ajo e kreu periudhën e pikëllimit të saj, ju paraqit Ebu Bekri, i cili paraqiti gatishmërinë e tij ta marrë atë për grua, por ajo nuk ju përgjigj kërkesës së tij. Pastaj ju paraqit Omer ibn al-Hatabi, por dhe ati ja ktheu ashtu siç e kishte kthyer shokut të tij. Më vonë ju paraqit asaj pejgamberi alayhis salam, e ajo i tha atij: O i dërguari i Allahut, un kam 3 cilësi. Unë jam grua xheloze, e kam frikë se do të shohësh diçka prej meje që do të t'hidheroj, e do të më dënoj Allahu për të. Unë jam grua e shtyrë në moshë, jam grua me fëmijë. Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: Se i përket xhelozisë, unë do të lusë Allahun xhaleshanahu që ta largoj xhelozin prej teje. Kurse sa i përket moshës, edhe unë jam në të njëjtën moshë sikurse edhe ti. Ndërsa sa i përket fëmijëve, fëmijët e tu janë fëmijët e mi. Pas kësaj pejgamberi alayhis salam u martua me Ummu Selemen, kështu që Allahu ju përgjigj lutjes së saj dhe ja kompensoi asaj, Ebu Selemen, me më të mirë se ai. Prej asaj dite, Hind el Mahzumije nuk ishte më nën vetëm e Selemes, por ajo u bë nëna e të gjithë besimtarve. Allahu xhaleshanahu le të bëjë që fytyra e Ummu Selemes të shkëlqejë në xhennet dhe ai qoftë i kënaqur me të.